Moda dhe fëmijët u bashkuan në një mbrëmje festive në sheshin e Lezhës, ku zhvillua një aktivitet që solli ngjyra, buzëqeshje dhe emocione për publikun. Në qendër të vëmendjes ishin fëmijët e qendrës kulturore, të cilët u shndërruan në protagonistët e një sfilade mode të veçantë, realizuar në kuadër të festave të fundvitit. Veshjet të dizenjuara posaçërisht për këtë event nga stilistja Lorena Malshi sollën një kombinim elegance dhe fantazie, duke e kthyer pasarelën në një skenë ku arti u ndërthur natyrshëm me spontanitetin fëminor. Performancat e voglushve u pritën me interes dhe duartrokitje nga qytetarët që kishin zgjedhur të ndanin mbrëmje në sheshin festiv. Aktiviteti u organizua fal bashkëpunimit mes Pallatit të Kulturës dhe Qendrës Kulturore të Fëmijëve, si pjesë e programit artistik që Bashkia e Lezhës po zhvillon përgjatë periudhës festive me synim për fshirjen e komunitetit. Pallati i Kulturës në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve organizuam një sfilat me fëmijë ku çdo gjë shkoi bukur, çdo gjë shkoi perfekt, publiku ishte shumë entuziast edhe pse ishte pak ftohtë, por gjithsesi çdo gjë ishte një mrekulli. Fëmijët e bukur janë gjithmonë, por ne u munduam që të sjellim disa veshje që t'i përshtatemi pak edhe me që jemi pranë festave. Sheshi festiv i Lezhës vijon të jetë një nga pikat më të frekuentuara gjatë këtyre ditëve, duke ofruar çdo mbrëmje aktivitete artistike dhe kulturore, ku fëmijët dhe institucionet kulturore lokale po luajnë një rol të veçantë në krijimin e atmosferës festive në qytet.